Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 12 prill 2025. Dashi. Jeni të ankoruar në një farë tensioni, duhet të kontrolloni. Nëse nuk ndjeni në formë perfekte, keni kujdes të mos luani sporte veçanërisht të vështira. Demi. Duhet të përpiqeni të qëndroni të qetë, por nuk është gjithmonë e lehtë, kushtojini vëmendje një citimi. Në dashuri ka shumë për të provuar, por në çifte afatgjata gjithashtu shumë për të sqaruar. Zgjedhje të reja për shtëpinë. Binjakët. Është e rëndësishme të dini se edhe çdo kontakt i ri do të jap rezultate të mira brenda pak muajsh. Ju do të merrni kënaqësinë më të madhe në familjen tuaj, ku do të jeni qendra e shkëmbimeve, e besimeve, e këshillave të çmuara, të dhëna dhe të marra. Gaforja. Është koha e duhur për të ulur këmbën, sigurisht që duhet ta bëni me hir. Kur ngeceni, zemëroheni jashtëzakonisht shumë, me rrezikun që të jeni në anën e gabuar, edhe nëse keni të drejtë. Luani. Dita është e mirë, por shqetësimet shtohen dhe kjo mund të krijojë disa bloqe në dashuri. Mos harroni se dikush është duke pritur përgjigjen tuaj. Virgjëresha. Diçka mund të lëviz ditët e ardhshme dhe ju mund të mbështeteni në një aftësi të shkëlqyeshme logjike. Dashuria në shërim dhe emocionet e mëdha në pikpamjet e së ardhmes, mos u merrni me ankthet e panevojshme. Trajtoni shëndetin ose shqetësimin. Peshorja. Sot do keni shumë situata në krah. Në dashuri, mos harroni nga një njeri, nëse ju pëlqen do të jetë dita e duhur për t'i takuar ata. Akrepi. Ditë me një fillim të mbar. Në familjen tuaj jeni qendra e kontakteve dhe shkëmbimeve që ju gëzojnë zemrën, veçanërisht nëse jeni prind me fëmijë apo edhe nipër e mbesa që mbushin shtëpinë me vitalitetin e tyre. Shigjetari. Marrëdhëniet me të tjerët janë nën presion. Disa raporte do të rishikohen. Britsjapi. Është një ditë e rënies së lehtë fizike. Keni pak njerëz për t'u mbështetur. Ujori. Kujdes sepse së shpejti mund të vijë një surprizë e mrekullueshme, ftesa për t'u pranuar. Zgjedhje jetësore që mund të jenë çifte vendimtare, të favorizuara dhe pjellore. Peshqit. Kjo periudhë mund të jetë bartëse e emocioneve dhe suksesit, varet nga ju. Ju jeni bërë më të vendosur për ca kohë tani, por kjo është përfundimisht e mirë për të gjithë. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.